lum edhe çdo lloj mbeturine tjetër që e zhvillon florën atje dhe faunën, zinxhir ushqimor shumë i fuqishëm dhe ka jetë e egër poshtë. Në dukje duket e qetë. Poshtë, sado që i kanë vendosur një lloj qetësie në dukje për t'i thënë ndërkombëtarëve që ne kontrollojmë situatën kështu, poshtë gëlon domethënë. Edhe pse u munduan që grupet me njëra tjetër të merren vesh, të ndajnë zonat e tjera, por nuk të lënë ata jashtë, kanë informacion. Dhe është para. Dhe ta ndjekin mirë çakullimin e paras. Ajo është kesh për ta që del nga çakullimi. Edhe kur kapet, ka histori kjo punë, po këta i kanë hyrë kësaj pune dhe pa mësuar mirë vetë. Edhe kur kapet një pjesë, ata mund të jenë të zgjuar, mund të kapin dhe 50 miliard për herë, po e kapin nga pak, të mos ndikojnë tregun amerikan për shembull, ose tregun europian. Kurse këta këtu duhen pa mirë, domethënë. Po do dalin nesër që edhe sistemi bankar është i korruptuar. Megjithatë, presim isha e fokusuar këto të tjera, po kjo është më e thellë. Ky është krimi i vërtetë. Dhe këta, si puna atyre që u kapën atje, këta na emërojnë edhe deputet. Avokat. Ata trima, pse s'u vranë atje? Ata gjithë 4 për tyre kishin vrarë. Pse s'u vranë ata? Ata janë që bëjnë namin. Pse s'u vranë? Kur do policia se i kap. Si fundorina ushtrin gjithë atje. Pse s'u vranë ata? Se burri që është burr nuk shtren tokë. Po ç'na vjen këtu, na shqetëson këtu. Vriste i një. Edhe kot zogut dhe zhdukej nga Shqipëria. Edhe shtëpia ikte, shkote në krahin tjetër. Ta dhe kanë kënaqërimër, kanë vrarë 7-8 thotë. Ta kanë kënaqërimër. Dhe bëhet keq policia shqiptare që Romeo mbron veten. Prasish, kjo policia llumit, që e neveris në mënyrë publike dhe pështiros domethënë. Nga i pari ke i fundi fare. Përveç atyre që i kam vlezër ato, me cilët kam punuar, kam bërë diçka, por që e kam marrë ferra uratën. Policia që i di ku janë call centrat, e merr gjobat, disa mira në javë e nuk shkon. Policia që bashkëpunon me politikën më të lartë për kripto. Policia që bën trafikun drejtim Turqisë të 1001 gjërave dhe nga i aeroporti atje. Po kështu e duan këta, kështu do ta marrin përgjigjen këta. Do ta marrin dhe me emra. Këta zgërdhien këta, të dhjerët zgërdhien këta me atë punë dhe me jetën tonë që rrezikojmë ne. Avokat, si mendoni sa e fortë është mafia shqiptare teksa dhe presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro ka deklaruar se element të botës së krimit shqiptar po tenton që të sabotojnë zgjedhjet në vendin e tij? Mafia më e fortë në Europë paktën. Në Sicili vun dërmë që në ushtrin. Tu mafia ka kap shtetin, biznesin, grupet e killerëve komandon partitë politike. Është mafia më e fortë në Europë. Ky është përcimi im. Jo sa e fort, shumë e fort. Leç bëjnë ta, e ta spurdhjak të gazetarisë, se s'është ama mafje, po është gjysmë mafje. Shumë e fort. Edhe është fleksibël. Nga njerë zmadhojnë grupe mëdha, nga njerë më pak. Po kanë kapur gjithë zinxhirin e shtetit. Dhe fakti që kanë kapur policinë deri te pikë, kjo është shumë emergjente. Edhe rinë atje. Duhet ishin burg disa tetor policie deri tani. Edhe ministra. Si mendoni, cili është ndryshimi ose formula e ndryshimit përmes proceseve demokratike, po themi, të zhvillimit në vend, duke qenë se zgjedhjet e 11 majit prodhuan sërish një mazhorancë që e kemi parë përgjatë 12 viteve të fundit? Sugjeroj, ose dhe po i lusë shqiptarët, luftoni pa drejtësinë kudo që jeni. Dhe të shifni që ndryshimi do vi. Largoni frikën. Kur dy njerëz mirë bëhen bashkë, bëhen revolucione. Por ne, njerëz e mirë nuk bëhen kollaj bashkë, sa të qitë bëhen bashkë dhe bien pazar me njëri tjetër. Dhe këtu është arma tyre e fortë. Kur njerëz e mirë bëhen bashkë, aty është revolucioni. Bëni bashkë. Asaj drejtës tuaj jepini forcë. Bëni bashkë.
jo për pushtet. Kërkoni drejtësi, jo për pushtet personal, jo për lavdi personale. Kërkoni drejtësi se duhet kërkuar dinjitet. Dinjitet është mbi të gjitha. Pse po vritën ukrainasit? Po vritën për dinjitet. Të vendosin ata për veten e tyre. Dhe lufta kundër korrupsionit është shumë më e fortë se lufta kundër prandorive. Ukrainasit kurse fituan luftën kundër korrupsionit. Luftën me Rusin po e fitojnë. Është shumë e fortë. Ne kemi të keqe të madhe brenda. Ne do të luftojmë edhe vetë tipin ton, ta mësojmë veten, jo më, s'do lutemi më. Derën në fytyrë çdo lloj pushetari. Është turpër. Thot ai më vototi mua se do të bëj këtë derë. Po nga kush, nga xhepi vet i ka dhënë? Se edhe ai që t'jep nga xhepi vet. Edhe ai është i papranueshëm. Si rastin e Gron Shehit që tha unë kam pagu vetë partinë time, edhe ai është i panishëm. Kur e kalon shumë. Nga kush më po mjetin? Po të punsoj. Nga kush më? Ku i gjetet ti këto vende punës? Që vjen dhe fryesh ti. Si ka mundësi që ti më servir mua kalamajt pa njohur për deputet? Ku është meritokracia këtu? Apo kush lëpim e pushetarit më të madh, ai është më i pëlqyeshmi. Mos e ikto se i ke bë me pikër tjetër, to që them. To shprehje origjinale. A kupton bër? Mos e ishte shqiptar çu dëgjojnë, çu marrin vesh. Jo, për të qenë etik. Shku me megafon. Për të qenë etik, për të qenë etik. Jo, por nuk ka etik. A kanë etik ta që kriminalet i kanë atje, i garantojnë, hani e pini dhe kru do ju, pastaj pa dashje po i kapim ne, pse kanë ardhur ata? Sa kohë kanë aty ata? Kush i garantoi ata? Plus janë edhe politikët e YouTube-it. Kush i garantoi? Po, e kuptoj. Mirë. Shiko, unë mendoj që ata e thash për shaka. Le të respektojmë, unë jam të respektojmë gjitha normat. Unë e ndjej veten mirë me norma. Kudo ku dal në Europë jezi, e ndjej veten mirë. Pra, ka një ajo etika minimale qytetare që është atje, është e nevojshme që njerëzit bashkëtojnë me njëri tjetrin, qoftë edhe mënyrën e komunikimit. Pastaj flasim për etikën ligjore. Po etika ligjore është etike më. Etika ligjore është etike. Si mund të jetoj unë në një vend të tillë ku s'ka asnjë lloj drejtësie? E kuptoni tani? Ku përfshihet prokuroria, gjykata, policia, ministria, kryeministria, gjithë përfshihen krim. Çfarë kam garantuar unë? Unë kam garantuar sipas tyre, po t'i lëm kështu, siç Selanik i përpjet, siç ka qenë do të jetë. Pra ne duhet ndryshojmë. Dhe të mos besojmë prallën që ky është fati jonë dhe Shqipëria kështu ka qenë kështu do jetë. Jo. Me këtë prallë kanë qenë dikur gjermanët përballë francezëve. Francezët bënin qef në ato moçalet e Gjermanisë atëherë. Jo. Në mos pas burr shteti përgjegjësim për ta bërë të vend, do ketë popull. Unë shoh që niveli i popullit poshtë më i përgjegjshëm dhe më i devotshëm se niveli i qeverisë. Dhe kam shpresë tek pjesa e besimtarëve shqiptar që i kuptojnë mirë të mesazhin tim. Mos dëgjoni hoxhallare priftërinj që janë pazar me qeverinë dhe me politikën për t'ju mpirë, për t'ju mbajtur inaktiv, por zbatoni ato që keni të shkruar në librat tuaj. Qoftë në Bibël, qoftë në Kur'an. Jam i bindur për të gjithë. Zoti Kara, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Dhe unë ju falenderoj ju dhe prandaj zhvilluam një bisedë ndryshe nga ato që bëjmë në vende të tjera, duke ditur që është një zër i pavarur dhe që mendoj këto zëra të pavarur do të bëhen shumë të fuqishme të ardhmen. Këtë do e vërtetoj koha. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.